I ftuar së fundmi në emisionin Big Brother Radio ka qenë regjisori dhe ish banori i Big Brother VIP 4, Aldo Marku. Ai ka komentuar sjelljet e konkurrentëve të këtij edicioni të Big Brother VIP, ku mes tyre veçoi Valbonën dhe Laertin. Ka pasur shumë budallënj këtë vit. Për mua, një nga ata ishte Valbona. Ajo është tipik shembulli i asaj që bërtet dhe nuk dëgjon, nuk ka lidhje mes mendjes dhe gojës. Laerti për mua është më inteligjenti aty, më me bagazh dhe më dinaku. Por loja e tij nuk vlen. Gjithçka që ai bëri ishte për shkak të Valbonës. Ai u bë aktiv vetëm për shkak të historisë së tyre dhe 90 e sulmeve që ka marrë kanë ardhur prej kësaj lidhjeje, ka thënë Aldo.